sa i përket të hyrave financiare, lojtari më i pasur në botë nuk është as Messi as Ronaldo. Lojtari. Edhe pse e kalon futbollin ai, nuk ka një lojtar mesatar, nuk ka një lojtar që s'mu ka dok wow, nuk ka qenë kur ta përmend emrin aty që më u çudit goxha. Ka hyrë për Arsenalin, as në Arsenal nuk u kanë wow. Mathieu Flamini. Mathieu Flamini e ka që vazhdon me mojt pothuende, është po, alo edhe sot është lojtari ose ish futbollist më i pasur në botë. E ka net worth parafërsisht 3 deri në 5 miliard euro ose dollar, që është duke emrin, Mathieu Flamini, për shkak se e ka një fabrik të një farmaceutik, të rroki ma gjën, e ka një fabrik farmaceutike, edhe prodhon, ai ka qenë biolog, u rrit, çfarë di unë, edhe të gjitha investimet që ka marrë pe futbollit i ka investuar ne dhe tash është ish futbollisti më i pasur në botë. Sa i përket lojtarëve tash në aspektin e marketingut, Messi apo Ronaldo, Messi e ka kontratën shumë të bukur me ligën e amerikane, po për shkak se Messi me sa e diunë merr pak më shumë parë se sa Cristiano Ronaldo. Ronaldo është the GOAT në atë aspektin që është i ka bërë sanet e çmëllon, është fantastik. Unë s'moj me i do asnjërin, as ata se shkojnë gjithë çati. Po kontrata e Messis në fillim nuk ka bërë shumë zhurmë se nuk e kanë ditë sa ka me dhez vet Liga Amerikane, por në momentin që dhezi Messia halon merr përqindje të hyrave financiare të Ligës Amerikane.